Më ka bërë përshtypje angazhimi dhe dëshira për të dëgjuar në çdo asamble faktikisht për punët e Shqipërisë, ndryshe nga më parë, kur flet për ekonominë, e ndjen nga atmosfera në sallë që ka një pranim të faktit që ekonomia ka hyrë në një rrugë që i jep gjithëve shpresë se ka vetëm përmirësim. Kur flet për pagat, është shumë e qartë që njerëzit janë në gjendje të bëjnë menjëherë verifikimin tek vetja dhe tek të tjerët përreth. Kjo është sfida e sfidave jo për ne, por sfida e sfidave për një forcë politike që gjendet me fatin e vendit ndëruar që ne të mbyllim një varg kapitush të historisë, duke vullosur përkatësinë europiane të Shqipërisë dhe duke siguruar antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Hyrë në këtë proces në radhë parë për të energjizuar komplet Partinë Socialiste në funksion të zgjedhjeve vendore. Se përballë ne kemi vetëm veten, sfidën që kemi për të realizuar misionin tonë.